Jam shumë i hidhëruar që Vjosa ka dalë nga shtrati, por a dini pse Vjosa ka dalur nga shtrati? Sepse ne nuk e dinim që Vjosa ishte në shtrat. Vetë fjala shtrat në Shqip vjen nga Bibla. E ka futur Gjon Buzuku nga latinishtja stratus. Kështu është krijuar shtrati. Po të mos ishte Bibla, po të mos ta kishte përkthyer në mënyrë krijuese Buzuku, ne do kishim mbetur pa shtrat, edhe Vjosa nuk do kishte shtrat. Pra, Vjosa u zgjua, doli nga shtrati Vjosa. E dini që emri Vjosa është krijuar nga emri Adonai, që do të thotë Zoti ynë në gjuhën hebreje. Ky emër merret nga greqishtja lashtë. Hiqen dy zanore nga emri Adon, dhe nga dy zanore krijohet një emër i ri, një perëndije, Aos. Aos është lumi ku mbytet perëndia Adonai dhe krijohet nëpërmjet shqipes madhështore, një bashkëtingëllore V që zhduk hiatusin në fillim të fjalës dhe i fut shqiptare një Vjosa të bukur. Pra në ilirisht ishte Aos, sepse ilirët flisin helenisht. Ilirët kishin perëndin Adonai të marrë nga hebrejt. Në të njëjtën mënyrë mbytet në të njëjtin lum në Lebanon perëndia Adonai e hebrejve, ose Jahue. Edhe hebrejt marrin zanoren e emrit Adonai dhe kthejnë në Jah. Jahu, Jaho, Jahe, Jahu, 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 Satan, Jahu. Pra, hebrejt krijojnë një perëndi nga hiçi me zanore. Dhe pastaj harrojnë se si krijuan. Fatmirësisht e njëjta perëndi është krijuar në Iliri. Kjo përbën interesin e madh të hebrejve për vendin tonë, në të njëjtën mënyrë se si u mbyt Adonai, perëndia e gjelbërimit. Po ashtu dhe gratë helene qanin për perëndin Adonai që vdiste në mes të verës nga inxehti. Ashtu si pema, ashtu si bimësia nga dielli. Prandaj mbeti emri Vjosa nga zanoret e emrit Adonai. Shqiptarët që ishin sklever të helenëve nuk e dinin këtë gjë dhe nuk e din akoma. Jo vetëm që ata se din, por shqiptarët nuk din të ndërtojnë ura. Urat e shqiptarit Drilonit nuk jetojnë dot më shumë se 7 muaj dhe prishen. Rrugët e shqiptarit Labjatanit përthyhen, shkërmoqen brenda 8 muajve nga dita e ndërtimit. Tunelet e shqiptarit Lisjatanit plasëriten, sepse janë bërë pa shofra hekuri, me beton të prishur. Rezulton që buka që ha shqiptari Breuki ose vemje në greqisht është ngjyrosur, po ta vësh një fet buke në ujë, merr ngjyrë të verdhë. E kuptoni çfarë është ngjyra e verdhë apo jo, sepse me këtë ngjyrë ju prodhoni lëngje 3 herë në ditë. E tmerrshme, 2700 ton grur me miza na shet neve Greqia çdo vit. Shqiptarët hanë makarona me mish. Këto që ndodhin në Shqipëri janë ngjarje biblike. Prishën ura, shkatrojnë rrugë, plasaritën tunele, dalin nga shtrati lumejt. Ne kemi përkthyer Biblën me Gjon Buzukun dhe kemi krijuar fjalën shtrati. Pra cili është problemi i shqiptarit? Ka filluar me problemin gjuhësor. Sklevrit flisnin me shenja. Bënin shenjën e shqiponjës. Bënin shenjën e Petritit, bënin shenjën e Skifterit.
shqiptarët flisin me shenja, pastaj filluan të përkthejnë Biblën nga gjuha latine dhe u bën me fjalën shtrati. Dhe atëherë kuptuan që vjosa ka shtrat, por haruan përsëri, dhe kur vjosa doli nga shtrati, e kuptuan që shtrati ishte i vogël për vjosën. Vjosa ishte rritur, të dashur shqiptar, të dashur pëllazg. Ju lutem, kujdesuni për shtratin e vjosës përpara se sa të bëni komplet pëllazg. Të dashur shqiptar, ka dal një dritë, diçka jashtëzakonshme, jemi live. Më thoni më dëgjoni ose jo. Në 3 milion dokumentat e ishullit të Epsteinit kanë dalë gjëra makabre. Ka dalë roli i Leonardo DiCaprios për krijimin e parqeve kombëtare në Shqipëri, tekstualisht mbrojtja e lumit Vjosa. Ky u kthye në qëllim absolut të Leonardo DiCaprios me porosi të shërbimeve sekrete amerikane dhe të njerëzve të shkretëtirës. Është aktuar me Epsteinin Leonardo DiCaprio dhe kanë diskutuar mes të tjerave për krijimin e parqeve kulturore në Shqipëri. Dhe parku i parë kulturor në Shqipëri ka qenë Vjosa. Menjëherë mbas takimit me Epsteinin, Leonardo DiCaprio shpall para gjithë botës padrejtësitë ndaj lumit Vjosa që po i bënin shqiptarët, lumit të lashtë që kalon në tokën helene, sipas Leonardo DiCaprios. Ky ishte vetëm fillimi. Pastaj ndërtohet parku turistik i Butrintit, parku turistik i Antigonës, parku turistik i Byllisit. Por ideatori ka qenë pikërisht Epstein, duke krijuar të njëjtat qendra kulturore siç u krijuan në Palestinë para krijimit të shtetit hebre. Jo vetëm kaq, po ka qenë ideja Leonardo DiCaprios për ndarjen administrative që po bën sot Edi Rama. Krye kriminali i Shqipërisë ka krijuar qarkun Antigonës në Gjirokastër, qarkun e Byllisit, qarkun e Nikopolisit, qarkun e Dyrakionit, qarkun e Skodrinonit, qarkun e Lisjatanit. Ka ndërtuar burgje, gjoja për të sjellë refugjat nga Italia për në Shqipëri, por këto burgje janë bërë gati për shqiptarët, të dashur shqiptar. Është ndërtuar qarku i Orikumit në Vlorë. Janë vënë shenja në gjuhën greke në të gjitha vendbanimet ku dyshohet se ka minoritar grek. Në fakt janë shqiptar ortodoks. Pra aty ku ka shqiptar ortodoks janë vënë shenja parulla greke. Bustet e babait të Mitsotakisit janë porositur nga Leonardo DiCaprio, të dashur shqiptar. Të gjitha këto menzyra kanë filluar në ishullin e Epsteinit, që ka qenë pronë e Danimarkës, prandaj Danimarka nuk donte t'ia japi Greenlandën. Gringove nuk donin një ishull tjetër Epstein atje. Dhe Edi Rama, me urdhër të ropit dhe lobit hebre, i adhuron Sazanin, ishullin e vetëm që kemi ne, lobit greko-izraelit.
Greqia ka 6.000 ishuj. Ne kemi 1. Ç'duan të bëjnë në Sazan? Të mbushur me municione. Çfarë turizmi duhet bërë atje? Mendoni pak. Do duhen 25 vjet për të pastruar municionet që janë vendosur aty nga regjimi komunist. Pra atyre ju duhet jo për turizëm, por për gjëra të pista, për gjëra të ndyra. Sazani do t'jetë ishulli tjetër i Epsteinit tjetër. Ne kemi Epsteinin shqiptar, Edi Ramën, me grupin kriminal të Ergys Agasit. Edi Rama ka filmuar zyrtar europian, ministra, ambasador. Edi Rama është Epsteini shqiptar. Ngrihuni në këmbë kundër Epsteinit shqiptar. Ju falenderoj për vëmendjen dhe pres për reagimin tuaj live këtu